Trupat shqiptare, ato të SBA-ve dhe Alatëve, zbarkuan në bizë të Martaneshit. Në Defender Europe 2025 u realizua simulim ushtarake në mbrojtje prej agresorëve, por edhe në sulm. Trupat shqiptar konfirmuan se janë aleat të rëndësishëm në NATO dhe të përgatitur në krah të ushtrive të tjera. Këto kemi marrë në Defender 25 me marrë pjesë me togun e Mërtojav, së bashku me ushtrinë shqiptare dhe me ushtrinë amerikane kemi bërë një bashkëpunim të shkëlqyer, duke demonstruar vëzhguesit, qendrën e drejtimit zjarrit dhe armët. Forcat shqiptare treguan se mund të reagojnë me shpejtësi dhe sukses në rastet e sulmeve terroriste. Në godinën e rënuar mbrapa krahëve të mi, forcat e ushtrisë shqiptare kanë konstatuar një grup terrorist. Në të tilla kushte, forcat toksore hapin zjarr në dritaret e rënuara, ndërsa një tjetër forcë ajrore e ushtrisë shqiptare ulet në qati për asgjësimin e tyre. Pjesë u bë ushtria e Kosovës, por edhe Kroacisë, që po ashtu dëshmuan aftësitë e tyre. Neve jemi shumë të kënaqur jo vetëm me demonstrimet sot, por në përgjithësi me gjithë thesurinë e stërvitjes, pasi arritëm të përmbushim, siç e thash, synimet dhe qëllimet e stërvitjes, duke filluar me dislokimin e shpejtë, ndërveprueshmëria midis forcave është të rritur, integrimi i forcave ka ecur në një mënyrë shumë të kënaqshme dhe shumë të shpejtë. Një tjetër ushtrim ishte dhe goditja me Murtaj. Murtaja far! Zjarr! Të tjera sfida ishin dhe ndërhyrje nga ajri. Stërvitja më herët u realizua dhe në det. Defender Europe 2025 është një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake ku synim është reagimi i shpejtë.